Qëra njerëz, go up ti. Deri tash si ka qenë? Vetëm me automjete, a përshë që shpëfulli si Shqipnisë? Ore, cili jeni ju? Po, gjithsesi. Qarma. Tu fillu prej 14 euro, e ki pej Prishtinës. Vjen në aeroport Tiranës. Ku është forca ju? Të operon me çmim të autobusit taksi. Do me dhonë taksi me çmim të autobusit. Njerëz jena të shku në Shqipëri qëtash, kena mu taku me Beratin. Berati u busi me kon i Shqipnis tash, ja kish nis niva me zhvillu edhe theksin pak. Si do qoftë, kena me shku te aeroporti i Tiranës, kena me gjiru diçka atje, rrugës kena me mor Beratin. Me çka kena me shku, tashti është interesant për shkak se sot se ku mor kerrin, e kena porosit një mini van, mini kombi, a i bjen me kon mini kombi? Gjysëm kombi. Kombi i malë me 7 ulse, po besoj se ku po halo prej go up të njerëz. Mun është me porosit pej Prishtinës, do me thonë qënë direkt të aeroporti i Tiranës, 5 vet, 6 vet, 7 vet, 8 vet, këtë qëqnia. Muni me morë edhe vetë, ku mundën mu ju bashkan gjitë persona tjerë që kanë me udhëtut njëtin destinacion bashk me juve të aeroporti i Tiranës. Qëre njerëz, go up ti. Erdhë këto, ka gjanajs po duket pak i madhë për neve, a? Veqiri, Prishtina, Tirana, prej 14 eurove, do me thonë, pej Prishtinës, mëni me përzgjedh, apo dëni kolektiv, apo dëni me qenë i personalizu, më thimi përshëndetje, si je, a je mirë? Hajde. Bagosh na më. Po, gjithsesi. Qaurma, hajde. Hej. Gjanë e paskom, zëti ideal. Unë me mbyll? Po, shlir. Ka gjatë gjën, a ullëm ma për para. Ka gjatë pucet ka, ha? Njerëz, rrugës e morëm edhe Muhamedin, i cili është, do me thonë, personi përgjithës që e ka pru go up të në Kosovë, e cilit mujna mi bo pytje pak ma detajume. Qysh funksionon Muhamed go up të? Go up të funksionon në 3 metodë. Kena fiksin, vipin edhe flexin. Flexin ndër metodat më tira të goptit, që në bën një orë të torë me bashkë, 2-3 orë pritje, që fillon për 14 euro. Fiksi është një orë të saktum, që ti merë në ora 1:30, 2:30 që sot, edhe vazhdo është me tjetër. Kurse VIP kur e organizon ti edhe merr vetëm VIP edhe vazhdon ajo na jena komplet shokun gjumin, po normal me një kosto tjetër. Me tjetër kosto. Normalisht kushton më shtrejt për shkak se është e personalizuar. Personalizuar edhe ne kena detyruar me më prit 2 orë deri në 3 orë ty pa thirr telefon, pa asgjë, vetëm që është vim. E qajo fikse, qysh funksionon, kur të porosit? Pasagerat e kanë marrë një udhëtim për shembull, për Milanos në Tiranë. Edhe kam gjatë fluturimit, dikush ka marrë për Milanos, dikush për Düsseldorfit, edhe janë fluturime në mbrana një ore, na i bojmë kombinimin e pasagerave deri në 8 pasagjera edhe normal që dhe customer. Do me thonë kush do që dënë me udhëtu prej Shkupit, prej Tiranës, go up tin përmes aplikacionit, për me pas qartë, App Store, go up tin passenger, okej. Edhe gjithë shka funksionon online. Astin një transfer nuk e kena për shembull me pagesa cash. Gjithë shka bëhet me plan një ditë përpara. Okej, do me thonë aty në reklamim të furgonit shkrujke duke filluar nga 15 euro. A në kallëzën pak që funksionon që kjo? Që kjo është pak që e merë flex, edhe na bëjmë kombinimin e pasagerëve deri në 8 pasagerë. Që të bjenë më prit 1 orë deri në 2 orë në aeroport për shembull, ja orë 11, ka raste kur nisesh në 11, por ka raste edhe kur nisesh për shembull në 12. Deri sa të bëhet numri i pasagerëve, 8 pasagerë për transfer për Tiranë e Prishtinë. Okej, a dallon çmimi varësisht prej relacionit, shembull për Shkop për Tiranë? Kena një slogan për derës shtëpisë deri te aeroportit. Normal varet ku jep adresën ku kemë vazhdu, ti se kjo mund të merr te dera aeroportit dhe çon te dera shtëpisë. E pse Muhamet me porosit go up tim para
taksive të thjesht ose para shërbimeve tjera, ku e keni fuqinë më të madhe? Ku është forca ju? Gati operon me çmim të autobusit taksi. Do me dhonë taksi me çmim të autobusit njerëz, okej. Jo, kena dash më bëhen një diçka tre për vendin tonë edhe kena orë deri te Kopti që kena zgjidh, Kopti ka operu, është e kriju prej 2011 në Sloveni, operoni Tallinn, Kroaci, prej qeshorit komo startu të mëllë në Malzim, Bosnje, edhe kena gjetë si pozicion me shkri edhe Kosovë, Shqipëri edhe Maqedoni. Për me pas qartë njerëz, gjithçka funksionon përmes aplikacionit, GoOpti Passenger, i keni krejt dhonat, relacionet, çmimi, gjithçka paguhet me përmes normal, online, cash nuk pranojnë. Një dy, është qaj qatë ja bundokët. Pas ka marrë në gjyrë pak. Njerëz jena të e prit të ronë, ba qish bashkohëm në kështu. Thash garantja ka njës me zhvillu dialektin. Ore, cili jeni ju? Ku je gji? Qa vone? Qish je? Që me qka jom ardhë me të marrë? GoOpti. Do me dhonë VIP treatment. A shtrajt njëri me shku me të? Valla, e folëm tani, barazohëm dyqysh me çmemun e te, ama qëre njeri, tu fillu prej 14 euro, e ki pej Prishtinës, vjen në aeroport Tiranës. 14 euro bën... Vesh parkingun të e pagun për 3 dit. 14 euro mu ban pi shpiz dhe në Slatin. Mun është me përësit veç vetë, mun është me përësit me kolektiv. Qa Me po? qëllu ty njerëzit pa njofshëm, po që e kanë rrugën e njëjtë për aeroport, për shembull. Si Uberi funksionon. Ja, pësone, kam qef ka pak me njerës pa njof shumë për të kazit. Edhe one, eksperiencë është njeri. Perfekt, a shkojmë, a nisëm? Hajde. Hajde gji, hej, a di qa ko ka pjesa ma e mirë? A jam larg për terminalit? Del këqëre qëto ku jena. Qëre njere. Qëre do me thonë jena një 50 hapa larg, prej ku klen GoOpti. A je impresionum? Shumë. A pëshe ku moj gordin së si e kona ne. E vërtet njëre, ja. Ka gja najs, a? Do më thonë me mat me hapa, po të vika një 300 hapa dhe jo ma pak. 50 të në dhash po ma shumë ko. Ja, s'ka ma Sigur. shumë. 70. 70, a pe moto ma? Po. A jetu i mot? Tet. Sa u bënën? 9? 10. Sa? 50 njëri. Ka, ja qëllova. Në fillim kur dole thash 50. 50 hapa prej ku klen ose të merë transporti me GoOpti njerëz. Jena me Gjenisën prej aeroportit të Tiranës, e cila kome nga të regu ma shumë sa është zgjedhje e leverdishme për njerëz, dhe sa ju ndihmon juve qoftë në floks, qoftë në trafik me zbut pak që shpëshojmë po. Jemi shumë të lumtur që sot po suportojmë lajmëtimin e GoOptit në aeroportin e Tiranës. GoOptin e konsiderojmë si një partner shumë të rëndësishëm për aeroportin e Tiranës, si një zgjedhje shumë komode dhe le të themi më pak e kushtueshme për gjithë pasagerët, si dhe gjithashtu do të ndihmojë shumë në lidhjen mes rajoneve, pra mes Tiranës dhe Kosovës. Gjithashtu është shumë e rëndësishme për aeroportin e Tiranës, por dhe për GoOptin mendoj që të ul pak qarkullimin e autometeve individuale, duke qenë se pasagerët mund ta ndajnë transportin me mjetet tuaja që duken që janë shumë komode. Deri tash si ka qenë? Vetëm me automjete, a përshë që shpëfulli si Shqipnis? Ne ja ke nisë me zhvillume. A kalon me autobusa? Me autobusa, me taksi, me makinat e tyre personale që është e kushtueshme, kështu që jemi shumë të lumtur që do kemi një partner si GoOpti. Normalisht pasagerët do kenë mundësi që në vimësi ta rezervojnë udhëtimin e tyre nëpërmjet GoOptit, i cili do të jetë integruar gjithashtu edhe në website-in e aeroportit apo edhe në rrjetet sociale, patjetër. Do me thonë kanë mund me gjetë edhe në website-in e aeroportit si rekomandem. Po, edhe linkun për të shkuar direkt tek rezervimi i udhëtimit të tyre. Që ka prej meje, prej Beratit, prej aeroportit,